Lim Hoti dhe Alba Jane, rikthim emocional apo thjesht afërsi e momentit në shtëpinë e Big Brotherit, ku çdo fjalë peshohet dhe çdo afrim analizohet me lugë nga publiku. Rikthimi i afrimit mes Lim Hotit dhe Alba Janës ka hapur sërish një kapitull të ndërlikuar emocionesh, hamendësimesh dhe diskutimesh të zjarrta. Dy personazhe që më herët janë përfolur për një lidhje të mundshme, tashmë po shfaqen sërish pranë njëri tjetrit në një mënyrë që nuk kalon pa u vënë re, as nga banorët e shtëpisë dhe as nga publiku jashtë saj. Ky rikthim afrimiteti vjen në një moment delikat, sidomos pas deklaratës së Dolces mbrëmjen e kaluar, ku ajo u shpreh qartë. Ne nuk jemi të lidhur bashkë. Thjesht dua të shijojmë këto ditë që jemi në Big Brother. Një fjali e thjesht në dukje, por me peshë të madhe emocionale dhe simbolike. Çfarë po ndodh realisht mes Limit dhe Albës? Afrimi mes Limit dhe Albës nuk është i rastësishëm. Nuk bëhet fjalë për një bisedë të zakonshme apo një miqësi të ftohtë. Janë shikimet e gjata, qëndrimet pranë njëri tjetrit, kujdesi në detaje të vogla dhe një gjuhë trupi që flet më shumë se sa fjalët. Këto elemente e bëjnë publikun të pyes, a kemi të bëjmë me një ndjenjë që nuk është shuar kurrë, apo thjesht me një rehati emocionale brenda izolimit të shtëpisë? Alba Jane, e njohur për natyrën e saj të ndjeshme, por edhe të rezervuar, duket se ka gjetur tek Lim Hoti një lloj qetësie. Ndërsa Lim, nga ana tjetër, shfaqet më i hapur, më i përfshirë emocionalisht dhe më i pranishëm se më parë. Ky ndryshim në dinamikën e tyre nuk mund të injorohet. Deklarata e Dolces, liri emocionale apo mbrojtje personale, deklarata e Dolces ka qenë një nga momentet më të komentuara të mbrëmjes. Duke thënë se nuk janë të lidhur dhe se dëshiron vetëm të shijojë ditët brenda Big Brotherit, ajo dërgoi disa mesazhe njëkohësisht: një distancim i qartë nga ideja e një lidhjeje serioze, 2 një lloj lirie emocionale. Duke mos dashur të vendos etiketa, 3 një mburoj personale për të mos u lënduar ose për të mos u gjykuar nga publiku. Kjo deklaratë, dashur pa dashur, krijon hapësirë. Hapësirë që mund të lexohet si një derë e hapur për afrime të tjera, përfshirë këtu edhe rikthimin e Limit drejt Albës, publiku mes dy leximeve, strategji apo ndjenje e sinqertë. Një pjesë e publikut e sheh këtë situatë si strategji loje. Në fund të fundit, Big Brother është një lojë sociale, ku lidhjet, afrimitetet dhe dramat shpesh shërbejnë për vëmendje dhe mbijetesë në lojë, por ka edhe një pjesë tjetër që beson se emocionet nuk mund të falsifikohen kaq lehtë. Sidomos në një ambient të mbyllur, ku ndjenjat intensifikohen dhe maskat bien, rikthimi i afrimit mes Limit dhe Albës duket më shumë si një rrjedhë natyrale emocionesh të papërfunduara, sesa si një plan i ftohtë strategjik. Alba mes heshtjes dhe ndjenjës, ajo që e bën Albën edhe më interesante në këtë histori është heshtja e saj. Ajo nuk ka bërë deklarata të forta, nuk ka mohuar, por as pohuar qartë. Heshtja e saj flet. Në shumë raste, heshtja është treguesi më i fortë i një përjetimi të brendshëm. Alba duket sikur po ecën me kujdes, mes frikës për t'u lënduar dhe dëshirës për të mos mohuar atë që ndjen. Lim Hoti, i ndarë mes respektit dhe ndjenjës. Lim Hoti gjendet në një pozicion jo të lehtë. Nga njëra anë, ai përballet me deklaratën e Dolces, që praktikisht e çliron nga çdo detyrim emocional. Nga ana tjetër, rikthimi i ndjenjave për Albën mund të jetë i vërtetë dhe i fortë. Pyetja që shtrohet është, apo ndjek Limi zemrën, apo thjesht po i përgjigjet boshllukut emocional që krijon izolimi? Përfundim. Asgjë nuk është e zezë apo e bardhë në Big Brother. Historia mes Lim Hotit, Alba Janës dhe deklaratës së Dolces tregon edhe një herë se në Big Brother emocionet janë fluide, marrëdhëniet ndryshojnë dhe e vërteta shpesh qëndron diku në mes. Nuk mund të flasim ende për një lidhje, por as për një rastësi. Ajo që po shohim është një proces, një afrim që po ndërtohet dita ditës, nën sytë e publikut dhe presionin e lojës. Koha do të tregojë nëse ky rikthim do të shndërrohet në diçka më të fortë, apo do të mbetet thjesht një kapitull emocional i përkohshëm brenda mureve të Big Brotherit. Në fund, një gjë është e sigurt, publiku do të vazhdojë ta ndjekë çdo detaj, sepse aty ku ka ndjenjë, paqartësi dhe heshtje, ka gjithmonë histori.